Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+ me një lajm të trishtuar. Është ndar nga jeta pas një sëmundje të rënd, aktori lushnjar Gjergji Lala, një prej emrave të brezit të artë të kinemas shqiptare. Është ndar nga jeta pas një sëmundjeje të rënd, aktori dhe regjizori i njohur shqiptar Gjergji Lala, një nga figurat më të spikatura të kinematografisë shqiptare dhe krenari i qytetit të Lushnjës. I lindur me 6 dhjetor 1947 në Lushnjë, Gjergji Lala u diplomua në Institutin e Lartë të Arteve dhe ndërtoi një karrierë të pasur në teatr dhe film. Debutimi i tij në ekranin e madh erdhi në vitin 1976 me filmin Tokë për gjakur, ku interpretoi rolin e Xhemes, djalit të Zotit Maksut. Më pas ai u bë pjesë e një sër filmash të njohur të kinematografisë shqiptare, si Liria Vdekje, Gjurmë në kaltërsi, Në prag të lirisë, Shtëpia jone përbashkët, Një emër midis njerëzve, Lumi që nuk shteron e të tjerë. Ndër interpretimet më të vlerësuara mbetet roli patriotit Mihal Grameno në filmin Liria Vdekje, që e vendosi mes aktorëve më të spikatur të kohës. Përveç kinemas, Lala ka dhënë kontribut të rëndësishëm edhe në skenën teatrore, duke punuar si aktor dhe regjisor në Teatrin Mbyllis në Fier gjatë viteve 1988-1992, si edhe me trupën e teatrit të Lushnjës, ku vuri në skenë vepra të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare. Që prej vitit 1992 ai jetonte në Itali, ku vijoi karrierën artistike në filma dhe seriale të njohura italiane, si ambasadori rus tek filmi Il Papa Buono, ka luajtur edhe tek filmat L'Orizzonte degli Eventi, L'Uomo della Carità, Don Luigi di Liegro, Medicina Generale, Il Sapore del Sale. Gjithashtu ka luajtur edhe në seriale të njohura italiane, si në sezonin e 7 të La Squadra dhe Don Matteo 5. Për kontributin e tij në artin shqiptar në vitin 2011 u nderua me titullin Naimfrashëri. Me ndarjen nga jeta të Gjergji Lalës, kinemaja dhe teatri shqiptar humbi një prej përfaqësuesve më të denjtë të brezit të artë të skenës dhe ekranit shqiptar. 2 persona janë plagosur sot në aksidentin që ndodhi tek rrethrrotullimi i Kolonjës, ku Foristrada goditi nga pas një kamionçin. Një aksident rrugor është regjistruar në autostradën Fier-Lushnjë në rrethrotullimin e Kolonjës në krahun e lëvizjes drejt Lushnjës. Sipas informacioneve paraprake, një mjet tip Foristrad ka goditur nga pas një kamionçin. Përplasja ka qenë e fortë, duke shkaktuar plagosjen e 2 personave që udhtonin në Foristrad. Të lënduarit janë transportuar me ambulancë drejt spitalit të Lushnjës, ku sipas burimeve mjekësore ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë rrugore, të cilat po kryejnë veprimet procedurale për dokumentimin e aksidentit dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Nga të dhënat e para dyshohet se aksidenti u shkaktua si pasojë e shpejtësisë së lartë me të cilin udhtonte mjeti tip Foristrad, ku në hyrjen e rrethrotullimit ka goditur nga pas kamionçinën. Rrethrrotullimi i Kolonjës konsiderohet prej vitesh si një nga pikat më problematike të qarkullimit në këtë aks rrugor, ku në të kaluarën janë regjistruar aksidente të shumta, disa prej tyre edhe me pasoja fatale. Sulmet e insekteve dhe zvarranikëve nisin më herët në Fier. Toksikologët shprehen se pranvera e nxehtë dhe e thatë ka rritur përqendrimin e helmit. Pranvera me temperatura të larta dhe mungesa e dezinfektimit të hapësirave të gjelbra kanë sjellë shfaqjen më herët të sulmeve nga insekte dhe gjarpërinjt në Fier. Konstatohet me shqetësim se me ardhjen e modit të ngrohtë, të bile të nxehtë mund të themi, me ngritjen e temperaturave të ambientit, fatkeqësisht janë shtuar shumë gjallësat helmuese, që nga insektet, edhe zvarranikët, edhe çdo lloj insekti tjetër që nga vapa është bërë, domethënë, helmues dhe agresiv, edhe alergjik. Kjo vjen jo vetëm nga vapa, por kjo vjen edhe nga mungesa e dezinfektimeve dhe deratizimeve nëpër tokat bujqësore, nëpër vendet dhe ambientet ku rriten dhe zhvillohen këto gjallësa.
Rastet e para në urgjencën e Spitalit të Fierit u regjistruan në muajin prill, kur disa infermer u pickuan nga vejusha e zezë. Gjatë muajit maj, të paktën 7 pacient morën ndihmë mjekësore në Spitalin e Fierit, ndërsa po aq raste u paraqitën edhe në Spitalin Memorial. Sipas mjekut toksikolog Lulzin Banushi, shqetësues mbetet fakti se përveç pickimeve nga merimanga e zezë dhe akrepat, janë regjistruar edhe raste të sulmeve nga zvarranik si në Përka. Temperaturat e larta dhe thatësira ndikojnë në rritjen e përqendrimit të helmit, ndërsa mungesa e dezinfektimeve favorizon shtimin e tyre. Thatësira dhe moti i nxehtë ndikon në mënyrë absolute, ndikon domethënë sepse ndikon në koncentrimin dhe në përqendrimin e toksinës të helmit. Kështu që duhen zbatuar disa këshilla, disa veç dezinfektimeve, deratizimeve në ambientet domethënë bujqësore dhe në ambientet të oborreve, të shtëpive, të tokave ku ashtu duhet marrë masha dhe të punojmë me mjete mbrojtëse, me doreza, me cizme, me maska, me kominose. Domethënë duhet kontrolluar vendi përpara se të futesh duart edhe të bësh punë të ndryshme, domethënë duhet kontrolluar vendi me kujdes. Vetëm një ditë më parë, në qendër të qytetit të Fierit u pa një gjarpër i cili sipas ekspertëve nuk është agresiv, por prania e tij në zonën urbane mbetet shqetësuese. Alarmi për shtimin e gjarpërinjve dhe shfaqjen e tyre pranë zonave të banuara është dhënë jo zyrtarisht nga strukturat shëndetësore, sidomos në zonat rurale, ku regjistrohen rastet e para të sulmeve nga insektet dhe zvarranikët. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin. Ai kërkoi në fjalën e tij që Ballkani Perëndimor të mos mbetet peng i pritjeve pafund për në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të përshpejtojë procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se rajoni nuk duhet të mbetet peng i pritjeve të pafundme për antarësim. Nga Berlini, gjatë konferencës vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor, Rama deklaroi se Shqipëria ka hapur të 33 kapitujt negociues më shpejt se çdo vend kandidat në historinë e zgjerimit dhe synon të mbyllë negociatat deri në vitin 2027 me objektiv antarësimin e plot në Bashkimin Evropian përpara fundit të kësaj dekade. Kreu i qeverisë theksoi se zgjerimi nuk duhet të mbetet vetëm një proces burokratik, por të shoqërohet me përfshirje graduale të vendeve kandidate në strukturat strategjike evropiane si energjia, siguria, teknologjia dhe tregu digjital. Në fjalën e tij, kryeministri vuri theksin edhe te sfidat e inteligjencës artificiale dhe dezinformimit, duke paralajmëruar se manipulimi digjital dhe shpërndarja masive e lajmeve të rreme po përbëjnë një kërcënim serioz për demokracitë moderne. Sipas tij, Evropa duhet të tregojë guxim për të përfunduar procesin e ribashkimit të kontinentit dhe ta shohë zgjerimin jo si një lëshim, por si një investim strategjik për të ardhmen. Ai nënvizoi se Shqipëria është gati të marrë përgjegjësinë e saj, ndërsa pyetja mbetet nëse vetë Evropa është gati për hapjen e radhës drejt zgjerimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në takimin e organizuar nga Departamenti i Arsimit në Partinë Demokratike ka mbështetur protestën për mjedisin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shprehur mbështetjen e tij për protestën e të rinjve në mbrojtje të mjedisit, duke cilësuar atë si një kaos të drejtë dhe një shembull të ndërgjegjësimit qytetar. Gjatë një transmetimi live në një takim të organizuar nga Departamenti i Arsimit në Partinë Demokratike, Berisha deklaroi se forca politike që ai drejton e ka mbështetur fuqishëm këtë protestë, edhe pse nuk ka qenë organizatore e saj. Sipas tij, protesta përfaqëson një reagim qytetar ndaj politikave qeveritare dhe është ndërruar në një nga lëvizjet më të rëndësishme të kohëve të fundit. Ne mirëpritëm me shumë kënaqësi kërkesat e protestuesve, si për anullimin e këtyre ligjeve, ashtu dhe për largimin e Edi Ramës, ne faktikisht ishim në protestën tonë të nantë, por u thirr kjo protest dhe ne zgjodhem të mbështesim atë dhe u bën thirrje antarëve dhe mbështetësve tanë të jenë çdo ditë në protestë. Tani thirrja ime për ju, për pedagogët e universiteteve, është
të mendojnë se si të kontribojnë në këtë protestë. Roli studentëve dhe roli juaj në mbështetje të saj është i jashtëzakonshëm. Këta të marrim kjo protest ka zgjedh rrugën paqësore, strikt paqësore të përballjes me regjimin. Kreu i demokratëve nënvizoi gjithashtu se mbrojtja e mjedisit është një detyrim kombëtar dhe ndërkombëtar, duke kërkuar më shumë angazhim dhe ndërgjegjësim për ruajtjen e natyrës. Irani lejon cisternat e naftës në Hormuz, ndërsa Amerika heq bllokadën. Detajet të reja kanë dalë në dritë lidhur me marrëveshjen e përkohshme mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e cila synon të jap fund konfliktit dhe të hapë rrugën për një armëpushim të përhershëm në lindjen e mesme. Sipas informacioneve të publikuara, memorandumi i mirëkuptimit zgjat me 60 ditë armëpushimin e brisht të arritur në muajin maj për të dhënë palëve kohë për negociata të mëtejshme. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se marrëveshja garanton që Irani të mos zhvillojë armë bërthamore, ndërsa zyrtarë amerikan kanë bërë të ditur se Teheranit do t'i lejohet rifillimi i shitjes së naftës pas nënshkrimit të saj. Sipas draftit të marrëveshjes, SBA do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane, ndërsa Irani do të rikthejë lundrimin e cisternave të naftës dhe trafikut detar nëpërmjet ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit energjetik në botë. Megjithatë, marrëveshja ka ngjallur debate. Kritikët theksojnë se programi iranian i raketave balistike dhe mbështetja për grupet aleate në rajon nuk janë pjesë e dokumentit aktual. Po ashtu mungesa e përfshirjes direkte të Izraelit në negociata shton pasiguritë mbi qëndrueshmërinë e armëpushimit. Pavarësisht sfidave, marrëveshja konsiderohet një hap i rëndësishëm diplomatik drejt uljes së tensioneve dhe rikthimit të stabilitetit në rajon. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.